Organizata humanitare Kalliri i Mirësisë në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare Humanitare Islamic Relief ka realizuar një aksion të rëndësishëm solidariteti, duke shpërndarë 100 pajisje të teknikës së bardhë për familjet në nevojë dhe për familjet me fëmijë që rritën vetëm me një prind. Ky aktivitet ka për qëllim të përmirësojë kushtet e jetesës për kategoritë më të cenueshme të shoqërisë, duke u ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë dhe të prekshme në përditshmërinë e tyre. Përfituesit janë përzgjedhur në bazë të kritereve sociale, ekonomike dhe familjare, me fokus të veçantë tek nënat e vetme dhe familjet që përballen me vështirësi të shumta financiare. Pajisjet e dhuruara kanë për qëllim të lehtësojnë barrën e menaxhimit të shtëpisë dhe kujdesit ndaj fëmijëve, sidomos në familjet ku mungon një prind. Nejat Lika, kryetari i Organizatës Humanitare Kalliri i Mirësisë, theksoi se ky është vetëm një nga aktivitetet e shumta që organizata zhvillon çdo vit, duke synuar t'i qëndrojë pranë komunitetit me projekte të qëndrueshme dhe me bashkëpunime ndërkombëtare. Ky projekti i parë që organizata humanitare realizon në këtë fushë, do të thotë edhe më herët kemi bërë shpërndarjen e pajisjeve të teknikës së bardhë për familjet e nevojë. Kësaj radhe do të thotë bëjmë shpërndarjen e 100 pajisjeve ku ndërto janë 37 shporet elektrik, 37 lavatriçe dhe 26 frigorifer. Përfituesit e këtyre pajisjeve janë familjet që rrisin fëmijë pa prindër, si dhe familjet në nevojë. Ky projekt mban titullin Rehati në shtëpi për familjet në nevojë dhe është përkrahur nga zyra e Islamic Relief në Kosovë, më konkretisht nga fondi ndërkombëtar Vakfit. Ne organizatën ndërkombëtare Islamic Relief e kemi bashkëpunëtor apo partner ton të kahershëm dhe një numër të madh të projekteve i realizojmë me ta. Ndërto është edhe ky projekt do të thotë që sponsorizohet apo mbështetet nga ato. Shpresojmë se me realizimin e këtij projekti të gjithë përfituesit do të ndikojnë që sadopak të përmirësohen gjendjet e tyre në përgjithësi dhe shpresojmë që këto pajisje të shërbejnë për të mirën e tyre. Me këtë rast unë shfrytëzoj momentin që ti falenderoj bashkëpunëtorët tonë apo partnerët tanë, organizatën e mirënjohur ndërkombëtare Islamic Relief, më konkretisht zyrën e tyre në Prishtinë, me të cilët kemi një bashkëpunim të kahershëm dhe uroj që ky bashkëpunim i ynë të vazhdojë edhe në të ardhmen. Falënderimi i veçantë shkon edhe për fondin ndërkombëtar Vakfit në kuadër të kësaj organizate që ishte mbështetësi kryesor i këtij projekti. Në fjalën e tyre, përfaqësuesit e Organizatës Humanitare Islamic Relief vlerësuan bashkëpunimin e vazhdueshëm me Kallirin e Mirësisë dhe theksuan se mbështetja për familjet në nevojë mbetet një mision i përbashkët, i cili do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Organizat jemi që nga viti 99 në Kosovë dhe në bashkëpunim me Kallirin e Mirësisë për disa vite në përkrahje të familjeve në nevojë. Në këtë rast kemi projektin që i ndihmon 100 familje nevojtare, familje pa prindër, dhe kjo nuk është mbështetja e parë dhe e fundit, po ne jemi gjithmonë këtu për të mbështetur këto familje në bashkëpunim me Kallirin e Mirësisë, duke identifikuar nevojat e komunitetit në Shkup dhe rrethin. Gjëja e mirë është që misioni dhe objektiva dhe misioni është i Islamic Relief me Kallirin e Mirësisë janë të përbashkëta, pra përkrahja e këtyre familje në nevojë dhe përkrahje humanitare dhe zhvillimi qëndrueshëm ekonomik. Ne bashkarisht jemi në këtë fushë dhe po mundohemi që të ndihmojmë në këto fusha. Zakonisht bëjmë takime të përbashkëta dhe identifikojmë këto nevoja dhe dërgojmë deri në fond, dizajnojmë projekte të përbashkëta dhe në këtë rast kemi fondin ndërkombëtar të Vakfit, i cili po përkrah këto familje, po ne kemi dhuruar edhe për komunitetin edhe gjëra të tjera në Likove dhe në shumë fusha të tjera, në edukim, përkrahjen e familjeve të tjera dhe studentëve për trajnime të ndryshëm që ndihmojnë në punësim. Fokusi jonë është për të ndihmuar këto familje në zhvillim të qëndrueshëm. Ne kemi organizatën e cila ndihmon ka partnerët e saj në përbot, po gjithsesi kemi zyrën e fondeve fundraising që mbledhin fonde dhe patjetër se gjithkush ka dyert hapura si për të bërë kërkesë për ndonjë nevojë që ka. Falenderoj çdo donator një nga një. Falenderoj edhe punëtorët e Islamic Reliefit dhe Kallirit të Mirësisë që në mënyrë të përbashkët dojnë ta çojnë misionin në vend.
Ky aksion humanitar vjen në prag të sezonit të dimrit, periudhë kur shumë familje përballen me sfida të shtuara ekonomike dhe sociale, duke e bërë këtë ndihmë edhe më të domosdoshme.